Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, nuk ju flas nga studio emisionit Opinion si çdo ditë javës nga e hëna tente, por nga Times Square, sheshi më i rëndësishëm i New Yorkut dhe një prej shesheve po e quaj më të vizituar të globit. Emisioni sotëm është një emision shumë i veçantë. Pikërisht në këtë zonë ku unë jam vendosur, pranë Times Square-it, në një gur që ndodhet vetëm pak në të majtën time, ka qëndruar përthuajse një vit e gjysmë pa lëvizur një prej artisteve më të mëdha shqiptare, këngëtarja Parashjevi Simaku. Parashjevi Simaku jetoi të paktën 6 vite jashtë. Ajo jetonte në këtë zonë, fillimisht në atë gur, më pas në qendër të Times Square-it, si dhe në rrugën 48 që është vetëm 15 metra nga ana ime. Ajo kaloi thuajse 3 vite të jetës saj si e pastre në këtë zonë të New Yorkut, më pas u transferua në Penn Station, në një zonë ku vjoj të qëndronte ende për rreth 2 vite tjera. Pikërisht në atë zonë ku ABC7 New York e mori rastësisht ose e gjeti rastësisht në një intervistë pa e ditur fare se kush është, në prag të Krishtlindjeve, një reportazh i cili tregonte fëmijët që shpërndajnë ndihma me rastin e Krishtlindjeve. Njëra prej personave që mori ndihma ishte pikërisht Parashjevi Simaku, i cili me emrin Parashjevi Nofle ra në sy të menjëhershëm të komunitetit shqiptar. Publikimi e asaj video ngjalli një reagim të jashtëzakonshëm, të gjithë kërkuat tentuan ta gjejnë. Një grua shqiptare, Elvira, arriti ta gjejë pikërisht në zonën e Penn Station ku ishte identifikuar nga ABC7 New York dhe më pas ajo u mor nga biznesmeni Elton Iliriani dhe u transferua fillimisht në apartamentin e tij dhe sot ka një apartament saj. Por historia e Parashjevi Simakut është më shumë se kaq. Që prej ditës parë të identifikimit saj në dhjetor të vitit kaluar, ajo nuk ka dhënë asnjë intervistë. Ajo ka dalë aty këtu në rrjetet sociale, është shfaqur në disa momente, por nuk ka dhënë asnjë intervistë plot. Pak ditë më parë, ajo pranoi që të jepte në New York intervistën e parë për emisionin Opinion. Është një intervistë interesante, por unë mundova të isha sa më i kujdesshëm me të, për të mos ndërhyrë në jetën e saj, për të mos i krijuar probleme me, po e quaj, edhe me shëndetin që ajo në fakt e ka pasur të dobët disa kohë, por njëkohësisht është një intervistë e cila tenton na kthej pas në karrierën e saj televizive dhe njëkohësisht një intervistë për të kuptuar se çfarë kishte ndodhur me periudhën kur ajo jetonte e pastre në New York. Për çudia nuk ka përmendur asnjë fjalë të keqe, nuk ka bërë përgjigje asnjë njeri. Ajo është munduar të jetë maksimalisht pozitive me të gjithë. Por çfarë tha Parashjevi Simaku? Do ta ndiqni në këtë intervistë, në pjesën e parë për rreth 1 orë e 10 minuta. Më pas do të kalojmë në një intervistë të dytë, ku ato që nuk i thot Parashjevi Simaku, ndoshta me bonsensin e saj, i ka thënë Elton Iliriani, biznesmeni i cili merret me, po e quaj, kujdesin për të. Problemi më i madh nuk është thjesht intervista e Parashjevi Simakut. Problemi më i madh është ç'do ndodh me Parashjevi Simakun mbas këtyre muajve kur ajo ka qenë në përkujdesin e shumë njerëzve, por kur sërish mund të mbetet e vetme. Do të jetë në pjesën e parë të emisionit pra intervista e plotë e Parashjevi Simakut. Ka një kujtesë të jashtëzakonshme, ka një bonsens të jashtëzakonshme, një mirësi të jashtëzakonshme dhe njëkohësisht ka një zë i cili nuk i ka ndryshuar fare që nga koha kur ne kam dëgjuar si fëmijë dhe si adoleshent. Do jemi pra në pjesën e parë të emisionit. Në pjesën e dytë do kthehemi në intervistën me Elton Ilirianin, i cili tregon shumë gjëra që vetë Parashjevi Simaku s'do donte të tregonte. Zero Galaxy Box. Ashtu, ë? Ti që nge super por, shisa e mirë. Ka që kotha që e kërkoj, tha, do t'a gjej sot. Edhe që edhe fiksa ti. Ta marrësh ti, thash, nuk kam numër telefoni, po mos ki me rak, thash, është në rregull. Gëzuar Parashkë bukur, gëzuar. Të Parashka ka shumë emra. Po kur ishe, me qa e shtyje gjithë ditën, me qa merreshe? Kisha një telefon, në fakt. Po? Edhe shkruaja. A shkruaje në telefon? Poezi, komente të ndryshme. Je Parashjevi Simaku ti? Me telefon ajo. Se ti nuk e dije ç'po ndodhte ndërkohë. Jo, absolutisht, s'kisha informacion. Ti nuk e dije fare që ishte marrë vesh. Absolutisht fare. Ta
tani parashivit që ta mbash mend kur kam ardhur unë herën e parë për të takuar që kemi fol, unë sa kisha takuar Agim Krajkën. Këtu në Amerikë? Në Amerikë, New York. Ai jetonte në Bronx në atë kohë. Po. Me gjithë të shoqen. Edhe atëherë kam taku. Ty Agim Krajka të identifikoj në fillim? Jo, në fakt, mua më ka how do you say it, më shkon mendja gjithmonë anglisht, kështu që do të mund të thuash dhe fjalë anglisht s'ka problem. Kur flas anglisht. First time I was discovered. Po, i pari që të zbuloj. Kur isha në kindergarten, në Kopësht, po. Në Kopësht, quhesh Vangel Thanasi në Kavaj. E mbake mend emrin. Po si? Ishte kështu përgjigje skulpture, besoj. Jo, ishte kopshti im ku më linte nëna dhe baba çdo mëngjes që shkonin në punë. E unë kisha një edukatore që quhesh Ismete Kaplani. Kjo ishte motra e Muhamet Kaplanit, Ministrit ishte ministri jashtëm, po, i Shqipërisë. Në United Nations. Në OKB quhet? Po, United Nations. Edhe ajo më tha, vije, se më thrasin vije. Ne në Kavaj jetojmë kështu, si kur jemi në Stamboll akoma. Edhe sot e kësaj dite. Edhe? Edhe më thot, vije, ti dil këndo, se ju keni qef të këndoni. Se baba im, nëna ime, të gjithë këndojnë. A këndon të gjithë familja? Po. Këndonin të gjithë, që kur... Po. Familje? Po, pa tjetër. Dhe ty që në Kopësht ajo dil këndo? Më thot, dil këndo, edhe. Unë isha me ato përpaset e bardha që blinim të voglat kështu. Edhe dola një hap para, edhe kisha një firzamoniqist, një kushërirën e gjyshit tim, Kozma Rusi, me syze. I mbake mund të gjithë emrat në mënyrë perfekte, edhe? Gjagji Kozma ishte burri madh, kështu, me vogle, mbaj mend si sot. Edhe e mban mend çfarë këngë këndove? Po. Qingji vogël rimendushëm beba, pse më rika që trishtushëm beba. Këtë këndova, mirë po, kur e mbarova këngën, Kozma i hoqi syze, e la filharmonikën, filloi të qante. Pse? Edhe unë fillova të qaja, se kalama. Qante dhe filharmonicisti dhe ti. Edhe kjo teta Ismete, kjo edukatorja, mi mos qaj, tha. Po i thash unë... Bëra gabim, se kalama. Po. A i tha, jo, tha, ti do bëhesh artiste shumë e madhe. Që kur ishe 5 vjeç? Që kur isha 5 vjeç e gjys. Në kopshtin Vangel Thanasi. Do më thënë, që 5 vjeç e gjys ata i daluan që ti kishe zë? Pastaj më mori Bujare Biturku. Po? Ishte drejtoresha e Pallatit Kulturës të fëmijëve, të fatosave dhe pionerëve. Dhe kishte, sa po kishte mbaruar konservatorin Recep Asimi nga Korça, ishte, i kishin dhënë punë në Kavaj, si drejtori i Pallatit Kulturës Kavajës. Ai më mori me nënën me babën, shkuam, kompozoi një këngë për mua, Karafili Kajos. E kompozoi vetëm për ty? Po, edhe shkova, këndova me një grup fëmijësh, si background. Sa vjeç ishe ta më? Po, në klasë të parë. 7 vjeç maksimumi, 6-7 vjeç. Po. Edhe re në sy aty? Shkova në Shkodër, fitova çmimin e dytë. U bë problem, nuk ja japim asaj Kavajses. Pse? Se shkodranët gjithmonë duhet t'ja jepshin ose Tiranës ose Shkodrës. Që ti nga Kavaja theve rregullsin. Po, unë me Recepin, një vajzë vogël. Ne nuk dinim në atë kohë, po kaq jam. Edhe pastaj ta dhanë çmimin si përfund. Po, më dhanë çmimin e dytë. Ta dhanë çmimin e dytë. Në obore kur vjen prilli, pas ka çelur karajfili, po ti ka jo bir ku je, trandafil në botë të re. Se kishte qenë heroja, diçka e tillë. E këto këngët e fëmijëve, dhe ti qenë 6, 7, 8 vjeç u ktheve në star për Kavajën. Po. Edhe si shkove? Faleminderit. Si shkove në Tiranë, pse kisha mosha? Në festival? Në festival. Po, kisha. Se ti e ke fituar shumë e vogël festivalin. Po. 16 vjeç apo?
15 vjeçe. 15 vjeçe kur fitoi Po, festivali. se shkova me babën, nuk më linin atje të futesh te polici, se thoshte, kjo s'ka pasaport, duhet kishe pasaport. Po duhet ishe 16 vjeç që të kishe Edhe pasaport. baba im me certifikat, e tha, po ti gjejmë, tha ti japi një pasaport, tha se kjo tha do bëhet artist të madhe. Mirë po unë isha shumë e re dhe pa zhvilluar kështu si femër. E thanë, jo, se ka zë, ky Recep Asimi tha, ka zë shumë të mirë, të pjekur. Edhe bëra një kështu, si që quhen ato konkurs, Po. para se ty janë në festival. E thamë, do të Një aprovojmë. audicion i quanim ne. Audicion, Po. do të aprovojmë pa tjetër se ka sjellur Recep Asimi. Do më që kur thënë ka ty qenë të e vogël. thjesht të rekomandoj Recep Asimi dhe ti shkove vetë për të Jo, bërë ai më provë. përgatitja. Përgatiti dhe të rekomandoj që Po. ty jenë konkurs. Sepse në çdo festival të Kavajës, unë gjithmonë merrja çmim të parë. Pra nga mosha 7 vjeç deri 15 vjeç ti merrje çmime vazhdimisht në Po, në festival të pionerëve dhe fatosave. Dhe këndoja me një grup këto band, si quhen këto bandat që bëjmë që dalin march band. Po. Këndoja Banda me to. ushtërisë, banda e qytetit i kemi disa. Isha me ansamblin, Remzi Gjeqi, ishte ai që më vuri në mes, isha valltarja më e mirë e grupit ansamblit të Kavajës. Dhe ai të Dhe kisha dhe recitoja poezi, se ne pionerët shkonim me uniform, ku bëhesh kjo kongreset, çfarë bëheshin këto para këtyre, edhe ne shkonim, si që shkonim në Tiranë, para Inverogjes e kështu. Ju shkonit para sekretarit parë të Kavajës. Edhe kisha që më tranoi për të recituar, se fillova në moshën të re, aktorin Qemal Mehmeti, mban mend ti? Po, e mbaj që mend. ka luajtur vatën. Po. E kishte njëri shumë i mirë. Ata mblidheshin me Recep Asimin. Ai të Ditën trajnoi vetëm më kujdeseshin për mua, do këndoj para Shevia këtë, Nazmi Roli vinte, shkruante tekstet, kështu që unë çdo ditë mbasi mbaroja punët e shtëpisë, shkoja në Pallat Kulturës. dhe bëje prova. Dhe nga Kavaja, që gjithsesi ishte një lokalitet më i vogël. Më mori Kur dole në Tiranë, të mori babai të çojë në Tiranë për në audicion. Tiranë, jo, Recep më çoi në audicion, ishte nga ditët e verës, para se të vinte festivali. Po se festivali bëjnë dhjetor. Edhe ishte fillonin Ferdinand provat, Deda, Eno Koço, të gjithë këta në radio televizion, e thanë, Recepi sa i ka mbaruar konservatorin, është shumë kompozitor i mirë. Edhe më thotë, të lutem, na këndoj një këngë popullore. Ti deri atëherë s'ke kënduar këngë popullore. Po, isha në ansambël edhe kërceja dhe këndoja këngë shumë të vjetra popullore, i merrte Recepi. Do më thënë, dhe kërceje, dhe këndoje, dhe recitoje. Që kur isha në Kopsht. Edhe? Dhe pastaj, më thotë, Recepi, tani këndo ato këngën që të kam mësuar unë, këngën popullore më të bukur. Edhe kë këndove ti? Po më re zemra si valëdeti, qysht, ata u shokuan, sepse tha si ka mundësi kjo Ka që të vogël. bend notes. Unë nuk merja vesh se s'kam studiuar muzikë, Ti e kishe vetëm me po vesh. vetëm me vesh. Ata menduan që ti kishe studiuar. Jo, ato thonë që është e pamundër që njeriu të bend notes, se unë nuk e këndoja, po e interpretoja këngën. Dhe çfarë tha? Edhe më thanë, do ta marrim, edhe më thanë, do vish në dhjetor, në fillim të dhjetorit. Direkt në festival? Po. Po? Shkoj dhe më japin një duet me Hysni Zelën. Po. Do t'i një javë para festivalit, na vjen urdhrin nuk do bëhet festivali, sepse me Meçeu vrau veten. Po. 81. Po. Ishte një dramë e madhe, po unë s'merja vesh se ne në Kavaj nuk kemi politikanë. Ne jemi Do më thënë, ju s'kishte e ke lidhje me- dëgjuar ti shprehjen që themi ne, Kavaja është Rem Stambolli? Ja. Ne ngrehemi vetëm Allahun njohim, ne nuk dim Allah, qyqa vërtet mi, kismet Zotit, nuk di, jam rritur ashtu. Ashtu, po. Edhe baba ime, kur ka qenë 11 vjeç, humbi nënën, që gjyshja ime ka pas emrin Parashjevi, edhe... Pra ti ke emrin e gjyshes. Po, ishte çoban që ndiste delet.
Edhe ju bë një nën e dytë, ju bë zyrat e liti. Kështu që unë atë kisha gjyshe, ajo më mësonte gjithmonë, Bismillahirrahmanirrahim, më mësoi si të bëja, se ishte një nga rroba qepset më të mira në Kavaj. Edhe pse në komunizëm për fenë s'flisje dot. Jo, ne nuk dinim, ne i mbanim Bajramin. I mbanit Bajramin kod komunizmit? Po, të gjitha. Vetëm nuk i thoshin në publik. Po në publik më se për ditë ne thoshim Allahun e kishim kështu ne si shpreje, si që themi Zot. Po. Shumë normal. Dhe u vendosi mos bëj festivali sepse vrau veten në qeu. Po se çfarë ndodhi? Pastaj mua ma hoqën këngën, se Hysniu ishte shumë i gjatë, zërin e kishte shumë të fortë, shumë i talentuar, vllai Vaçes, gjë e madhe, e unë dukesha si kalamase, se isha shumë e zhvilluar. Do ikja, Spartak Tili më merë për dore dhe më çon tek Agim Papaproko, drejtori i radios, edhe thot... Ti isha akoma fëmijë. Po, do t'i gjejmë një këngë saj, apo do shkojmë se Marash Hayati dha një urdhër, tha, do të vazhdojmë festivalin, sepse Enver Hoxha e quajti armika. Po, e quajti po. Ne, po unë Kavaj se absolutisht dia. Sa e ka vrarë veten natën e 18 dhjetorit 1981, festivali duhet të qenë nga data 20, punë ditësh. Derisa u vendosi ishte tradhtar dhe programet vazhduan. Po. Edhe unë vetëm shkova atje, më thot Spartak Tili, nuk e për të shkuar në Kavajti, do rish këtu, tha se të kemi vënë për... Po kur rije për Shqivi? Tek Byrazeri i... Në familje, do i babës tim, a i ka bërë zborin në Tiranë dhe e kanë lutur që të rritë këndoj, se këndon dhe shumë bukur. Po a i tha, unë këndoj vetëm këngët e babës edhe gjyshit tim në gjuhën çobançe, edhe nuk dua të rri këtu të marrë apartamente të bëhem profesional. Dhe ti rrije aty ato ditë? Atje. Ata vini me më merrin gjithmonë. Pastaj më thanë, merë këtë adresën edhe shko tek shtëpia e maestros Agim Krajka. Unë Kavaj se i thash, qyqa si të shkoj unë të shtëpia e një burri në Tiranë, unë nuk di që është Tirana, se s'kisha udhëtuar kur. Ti pas ka ardhur të shtëpia ime, që ishte 50 metra nga shtëpia Agim Krajkës. Po jo, unë fillova të qaja. Fillove të qaje, pse? Po, më vjen kjo Jolanda Dhama, më thot, që kemi Kavaj sepse po qaja? I thash, po më kanë thënë shkoj ke një burë atje, i thash unë, që ka bërë një këngë, thash, po kjo nuk është normale, unë jam këtu, më ka sjell baba këtu. E po mos qaj, thash se shkoj unë, nëse shkoj ajo, i tha Agimi, e ka Irma këngën, edhe duhet provojmë këtë vajzën, se na i ka dhënë drejtoria edhe, ti ishe zëri i dytë, se në atë kohë kishe dy interpretime. Zëri parë dhe një dytë. Irma e kishte gati. Ishte interpretuse parë, ti ishe interpretuse dytë. Kthej në... Po. Agim Krajka kishte që në spital edhe vjen bashkë me Amin, me gruan me të shoqen, po. Me motrën, Aidën, po. Me Fatrinin e vogël. Edhe me Uliksin. Edhe me Uliksin. E thot, kush është ajo, tha, që ka refuzuar të vike shtëpia ime? Ma tregoni unë me pantallonat doku, me i gjaket që ma kështë bërë ajo gjyshja i me zyraja, të liti. Edhe unë trëmba shumë se pash një grup njerëz që më rrethuan. Që ishin të veshur mirë, dukeshin ndryshe. Ato dukeshin... Ami ishte moderne. Agimi shkonte jashteti shumë shpesh. Po, patjetër. Po shumë njëri i mirë. E tha, po ti mi Kavaj... Edhe ai ishte filharmonist vetë. Po një mrekulli, dhe ai me Çezaden. Çezadeja e mori kur e pa që ishte ushtar, që tha, po ti e gjeni, tha, hajde të të mësoj kompozimin, e mori në shkollë që u bë kaq i madh. E më tha, hajde ke shtëpia ime, tha, edhe do ta mësoj këngën, se kishte shumë pak kohë për ta mësuar këngën. Kështu që kam prur gjithë familjen, tha, që vetëm të marrë ty. Shkuam atje i ra pianos, unë kam lindur me vesh shumë të mirë, të mbret, që njëherë ma tregon këngën, e mësoj. Edhe ma mësoj, ai i ra, këndoj, edhe tha, ja tha,
provoje. E provova unë. Ami, hajdeni këtu, dëgjoj që këtë. Filloj të qante dhe i dridheshin duha. Këtë më ka thënë dhe mua Krajka, e ka thënë në emision, që kur të ka dëgjuar për herë të parë, është manitur dhe ka thënë që zë si saj, na e ka thënë live në televizor. Do të tregoj një sekret, ama, Po që të nuk tregoj është një rrëfimin, pastaj do ta tregosh sekretin. Pra Agimi thirri Amin të shoqen dhe tha hajde dëgjoje vajzën e vogël. Ti ishe 15 vjeç. Po, e unë aty ke piano po dridhesha se nuk ishte ajo kameralja që bëja provat. Edhe më tha mua, do shkojmë nesër, tha do bëjmë atë provën generale me orkestrën. Tha, do të më premtosh një gjë, tha, do këndosh me pak zë, tha, gjysëm zëri, tha, jo si këndove për mua. I tha shumë po si, edhe unë bindesha, se të gjithë të gjërat... Po, Mara Shajati, pse vendosi që ti të merrje pjesë në festival? Unë se njifsha fare, unë se duket dikush i ka thënë që ti ishe, edhe njifsha këtë, Spartak Tilin, se me të gjithmonë me Gjuliana Organgjil. Se të ndërpreva. Dhe shkuat pastaj të nesmen për të dhënë provat në orkestrën? Për të bërë provat, po tha këndoh shumë me zë të vogël, tha jo kësi ma këndove mua, tha se kam mahal, tha se Irma do mërzitet, tha, që pse ja ke dhënë asaj, pse e ke mësuar kështu, edhe kishte marrëdhënie sepse Irma sa për kështë dalë, shkretare dhe, kishte famën e madhe, po thua se ja kishte marrë vaçës. Edhe tha kam frikë, tha se mos bëhet që ti ja merë Irmës tani atë, sa po doli dhe ajo. Edhe ajo ishte këngëtare jashtëzakonshme. Po, akoma është. Është akoma. Akoma s'është plakur fare dhe shumë e mirë. Më ka ftuar në shtëpi, ne themi në Kavaj, aty ku ha bukën se përmbys kupën. Edhe Besniku, burri i saj, njerëz shumë të mrekullueshëm. Kam respekt shumë të jashtëzakonshëm. Edhe shkova e bëre provën. Shkova e bëra provën, të gjithë orkestra u ngrit në këmbë. O Kavajse, se isha shumë. Ty Kavajse atë trisnin, as emrin s'ta di. O në një herë bëni zhaka, thoshe katonare Kavajës. Po edhe? Si me për këtë li. Edhe dola për fat të keq, si që thuhet, ose për fat të mirë, unë duhet ta dubloja Irmën. So doli Irma, po nga kjo ndodhja e Mehmetshehut, ishte pak i zymt edhe publiku, gjithë frikë. Ishin me frikë se çfarë do ndodhte. Edhe... Ti nuk dije gjë hiç? Po, e dua trokitën këngën e Krajkës, po Krajka gjithmonë ka qenë çik modern, edhe fuste ca nota më të forta. Mos ja varni shumë këtë rallë Krajkës, sepse s'dihet çfarë do të ndodhte. Mehmetshehu, ta mbajmë një çik sobër. Edhe dola unë e dyta, këndon para Shevi Simaku. E këndova, më kthyen 2 herë të përshëndetesha. Tashi Irma... Ndërkohë ty s'të njihnin fare, askush? Fare. Vetëm që isha e vogël ndoshta, ose kënga e Agimit, ishte një këngë shumë e bukur. Po rrobat që u veshe ku i gjete për? Xhaxhi Xhamali, Burazeli, i babës ti, nusja e ti, Antigonea, ishte nga Gjirokastra, nga Dropull, fliste greqisht më shumë. Edhe ajo ishte martuar me një fustan me lule dhe më dha fustanin e saj. Të dha fustanin e dasmës? Po. Ditën e parë që dilje në skenë, se ti s'kishe fustan të mirë? Po, absolutisht. Dhe këpucët më kanë quar në katë të tretë ku ishte garderoba e televizionit, e operës e baletit, dhe kanë veshur me gazeta këpucët lustrafini të Edith Mihalit. Këpucët të Edith Mihalit? Dhe kur bëja prova, se s'kisha veshur në një lustrafini të lartë, po ecja aty para se të më dilte emri, vjen Alida Isko ishte aty, edhe ajo po bënte ca prova, ca gjëra. A mi tha se shumë mirë do dalës, mos ki frikë. Unë po dridhesha se kisha idenë që në festival në atë kohë ishte edhe vaçja dridhesh, dhe më tregon të Krajka më vonë, uç kam hequr me vaçën shumë më keqës aty. Që ishte gjë e jashtëzakonshme, ishte live. Dhe publiku reagoi i gjithi pozitivisht të ktheu 2 herë. Po, tani
Irma e pyet Agimin e i thot, po pse s'më thej që ajo është këngëtare shumë e mirë? E tha, po nuk doja të të mërzisja. E po mirë, tha, do ndrojmë vëndet, tha, ajo të dalin fillim unë. E u bëj njëjta gjë, edhe ajo u kthye. Edhe çdo gjë shkoi shumë mirë, kjo ishte... Po pastaj kur more çmimin e parë, në mos gaboj çmimin e parë ke marrë 1986. Me Vladimir Kotanin, në moshën e rinisë. Në moshën e rinisë. Edhe atje, ma hoqën këngën që kisha 4 ditë para festivalit. Vjen Vladimir Kotani, a i tha, unë kam nevojë për një dublim, tha, të Liliana Kondakqiu. E po mirë, tha, të marrim parashivin, të dubloj. Ti dubloje të kojshë? Vetëm dubloja, 3 ditë para festivalit, prap, shkova atje, shqyr Ladi është shumë i pasionum, punon me shumë këngëtar talentet të rinj, e mësova këngën edhe më vun ato tekstin, më vun të një garoç me lule, edhe që mos haroj fjalët, se ishte shumë pak kohë ta mësoj. Edhe në fund pastaj kur më thanë, jo, Liliana iku, i tham asaj, ti do rish këtu, po i thashun po pse, e mbarova këngën, kjo ishte natën e tretë. Jo, tha se ke marrë çmimin e parë. Të thamë, ti nuk e dije që ke marrë çmimin e parë. E unë po dridhesha se unë me zi. Sa vjeç ishe në atë kohë? 20 vjeç, a më pak? Jo, një 17 vjeç. 17 vjeçe, kur dole, dhe more çmimin. Po. Dhe ishte kënga e parë. Pastaj rimore prap çmimin me këngën për fëmijët. Jo, mora... Gjuliana Jorganqiu më thot, do vish të hash një drek në shtëpinë time. Po, i thash, unë gjithmonë bindesha, hajde jo, nuk bindesha shumë, se te Krajka nuk shkove. Jo, për herë të parë, nuk mund shkoja jashtë institucionit, se isha kavaj, se nuk më ku e dija unë ku ishte lagja kjo, apo ajo, se nuk e njifja. Edhe më thot, Gjuliana, hajde të shtëpia ime, një shtëpi moderne, s'kisha parë kur unë ashtu. Tha, ky është nipi im, më duk si ky Duke Wellington, një nga këto kompozitorë. A i ullë në piano me cigare, me një pije, me rini në shtëpi si Amerikanët, me këpuc me maje, kështu. Ti që vjen nga Kavaja? Intelektual, unë u gjete në një botë, u shokove? Kudo që shkoja, shokohesha. Kudo që shkoja? Kudo. Edhe më thot Gjuliana, e di që ti ke një këngë Flamurshehut për këtë festivalin e Pranverës, po dëgjojnë që këtë nipin tim se ka një talent fantastik, po nuk është aprovuar, nuk është aprovuar kur që të marri pjesë në festival. I tha shumë pse jo, unë gjithmonë bindesha dhe Gjulianën e doja dhe më donte shumë Parashevia, se këto korçarë thoshin Parashevia, thonin Parashevia Qiriazi. Po, lidheshin Parashevis Qiriazi. Dhe më thot, si të pëlqen kënga, mund të këndosh. Po i thash, pse jo? Immediately a i ma luajti këngën në piano. Cila këngë ishte? Bashkë moshatare. Me gitarë, me formacionin e radio-televizionit, me Ferdinand Dedën. Ti redakort? Po, me njëherë, kur më thanë, mos ik, se ke marrë çmimin e parë. Unë thosha për Flamurshehun, sepse ai ishte në qikë shumë i popullor, e donin shumë. Ndërkohë e kështë marrë me këtë? Jo, më thanë, Gjergj Leka ka marrë çmimin e parë, se në atë kohë duhet të prisje një muaj që të vinin këto thasët me letra nga Shqipëria. E kështu që ato kishin zgjedhur këngën e Gjergj Lekës. Që ti more prap çmim dhe në festivalit Pranverës. Dhe vazhdohet, po këngën me fëmijët. Edhe me Agim Krajkën ka marrë çmim të parë, nuk jam vetëm. Në një festival, ma këndo pak, nuk jam vetëm se sjell dot në mend. Sonte, unë po ndjehem vetëm në këtë natë, por gabohem, dhe ti nga mungesa ime natën shqetësohesh, nuk më ndan nga ty, jo asgjë në këtë botë, se pa ty gjithçka mua më shtekot. Jam me ty gjithmonë, sa du larg të qëndroj.
se në këtë mrekullueshëm, po unë s'po të ndjek dot se mua më përzu nga kori, nga që kisha zëri shumë të keq. Këndoja gjithmonë një notë mbrapa të tjerëve, më vu në kor nga që isha nxënës i mirë dhe më hoqën nga kori, se dhe shkatrova gjithë korin me zër. Pra more çmim dhe me Agim Krajkën. Po, një pyetje, kam parë se të pyes për këngën e fundit të festivalit. Kishte xhelozi në këto ambientet artistike ku hyre? Kur, asnjëherë. Asnjë nga artistët e tjerë? Ne ishim shumë të, jo të friksuar, po shumë të nderuar. Se ku nuk ishim jetë atëherë, një televizion ishte, dinin lajmet, unë s'jam rritur as me televizor, as me radio, as gazeta, as dia gjë fare partia ishte komuniste apo jo. S'merja vesh nga këto, ngela vetëm kavajse. Po kënga popullore. Ndërkohë që ti erdhe në Tiranë, ndryshove, ishe një vajzë shumë e bukur, me shumë personalitet, absolutisht në qendër të vëmendjes, që nga shkollat e mesme, unë isha në shkollë të mesme atëherë. Dhe mbaj mend se si shoqet e klasës, unë s'është ndiqe shumë muzikën, bënin sherr për ty, domethënë do e fitoj parashqevia, është parashqevia e bukur. Si u ndjeve kur erdhe në Tiranë? Kishte njerëz që të vinin rrotull të ngacmonin, të bezdisnin? Asnjëherë. Asnjëherë. Ke qenë komode në jetën tënde? Isha shumë e thjeshtë edhe nuk lyesha, asnjëherë s'jam lyer, edhe kur shkova në shkollë, në dramë, kur vishesha shumë thjeshtë. Baba im më tha që mos të shkoj për muzikë. Pse? Më ndrohet zëri. E kam dhunti nga Zoti e ta vazhdoj më shumë me këngë popullore. Pra mos ta përpunoje zërin për muzikë operistike. Muzikë lehtë ishte për kënaqësi, kompozim, ishte pra babai të tha mos shko në muzikë të studiosh muzikën si mos ysh. Sepse të ndron zëri, nuk duhet këndosh opera kështu ashtu, vazhdo ashtu siç kam mësuar Xhepasimi me këngë popullore. Edhe ajo më ndihmoi, kënga popullore që më bëri. Sa vjeç ke rënë dashuri parashiri, ta më thuash? S'kam rënë kur në dashuri. S'ke rënë kur në dashuri? Jo. Asnjëherë? Asnjëherë. Në jetën tënde? Jo. As kur ishe vogël në gjimnaz për shembull, nuk kishe ndonjë dashuri platonike? Jo. Asnjëherë. Kam pasur fatin që më kanë dashur shumë. Jo, për këtë jam i sigurt. Për këtë jam i sigurt. Po ti nuk ke ndjer vetë në një gjë që të... Jo, gjithmonë kam qenë shumë e bindur. E diti që kam filluar të punoj në farm, në kooperativën bujqësore, kur isha në klasë të 8. Në kooperativë bujqësore? Kam punuar në fabrikën e Qelqit, kam punuar edhe vinte Qemal Mingjozi kur më ka ardhur, i ka dhënë babës tim ca parat, më blenin ja 2 fustane basme, që të shkoja të prezantoja Shqipërinë në një festival në Danimark, në Copenhagen, Roskilde Festival International, edhe kam shkuar me Aleksandr Palolin nga grupi na bashkoi kënga popullore. Ajo ishte hera e parë që kam shkuar jashtë. Si ishte udhtimi jashtë, kur ti vije nga Kavaja apo nga Shqipëria mbyllur? E pyesja Qemalin, kur do kthehemi ne? Pse? Nuk më dukesh vendi im, nuk më dukesh shtëpia ime, nëna, baba. Mezi prisja që të kthehesha në Shqipëri. Nuk doje të rije jashtë. Njerëzit atëherë bënin namin që të udhtonin jashtë. Jo, kam pasur dhe oferta, hajde të rrim këtu, mos ikim. Ta ratiseshe? Po. Po, kishe merakun e familjes? Po, largo zot, nëna ime, më siguri po qanë, ka 2 javë që po qanë. Kur do kthehemi ne? Gjithmonë kur do kthehemi. Dhe pastaj more çmim në parë me këngën e fëmijëve. Pa jo, me Piron, ishte një gjë... Ishte shumë ndryshe për kohën. Po, ishte një gjë... Jo, kisha një vizion, kur isha në shkollë në dram, erdhi Agim Doçi dhe Piro Çako, edhe më thonë, a mund të bësh një audicion, të dëgjosh një këngë që kam shkruar. E thash unë një djali Gaqo Çakos, unë e doja shumë Gaqon, edhe ai më respektonte, më donte. I thash patjetër, shkuam në një kamerale, aty ku bëjnë studentët prova, e më thot, dëgjojnë që i këngën, po të pëlqeu, do marrë pjesë në festival. Ishte festivali i parë që nuk bëhesh me dublime, ishte vetëm një. E tha, po të më marrësh ti këngën, do futem edhe unë për herë të parë si kompozitor. Po i thash, ta dëgjoj, pse ja? Këndonte Agim Doçi ato fjalët, kur një zog, një pullun,
e Piro i binte piano, se unë vetëm dëgjova. E kisha një vizion, kur ato po e dëgjoja këngën, po i thash do ta bëj këngën, po me një kusht, i thash, unë mund të më gjeni një grup fëmijësh. Idenë e fëmijëve e hodhe ti. Po, se i thash, unë nuk ka kuptim kjo poezia jote kur një zog, një pëllum, ne shikojmë, edhe ne jemi të rritur, i thash, po si kur ta këndojnë fëmijët këtë pjesën e parë. Edhe të bëjmë ato, bicikletës ata shkuan i solën fëmijët. Tani, i thash, kemi problem, ku do gjem fustanin, se më duhet një fustan si Bojroz. Kam shkuar ke... Bojroza në Shqipëri, ishte ngjyrë vështirë shumë, edhe? Agim Doçi tha, ja marim këtyre, tha, komitetit qendror, këto perdet, tha, se i kanë të çmuara. I thash, jo, do shkoj tek Riza Hajro. Ishte drejtori, një burr zotëri, i Rashderës, i thash, unë nuk kam para, i thash, prindet e mi s'kan para, nuk kam njëri që të shkoj ashtetit të më sjelli fustane. Thasha, mund të më japësh një copë letër të më bëjnë një fustan. Po? Shkova atje, Shpresa Azeraliu më thot, ajo që bënde fustane. Zgjidh nga këto që janë këtu. Fabrikat janë këtu. Copat. Copat. Po? Edhe unë i thash, nuk është kjo, dua këtë, i thash, se e kisha parë në vizion, kur po i binte ai pianos, që do vishesha a certain way, edhe unë edhe Kalamaj do visheshim me kështu Bojroz. E tha, jo, tha, kjo është lame, tha, nuk japim lame, është vetëm për opera. Tha, shko prap ke drejtori, shkova e Rashderës prap, i thash, të lutem, nuk ma jep lamen ajo, po nuk i shkrove ti një cople. Po ti, tha, paske dhe pretendime, po i thash, të lutem se... Unë kështu e dua. E dua për të mirën e tjerëve. A ka kuptim kjo, i thash, vinë me mira, shqiptarë do na shikojnë. Pse mos na shikojnë me lame? Kush do ta shikoj atë që do këndoj opera, i thash, unë se ne jemi shqiptarë, që kemi qef këngë popullore. Mirë, tha, mirë, ma dha një copë letër, shkova atje... U beshe me fustanin Bojrozi. Jo, shkova e vizatova, i thash, e dua kështu, me një papion, e dua me vë. E bëri ajo, si që e paramendove, si që kisha vision. Edhe shkova për të ngrënë drejt tek Inva Mula, nëna e saj Nina, na bëri një drejt shumë madhështore. Fituan. Dhe fitove çmimin. Po. Jo, unë, ata fituan. Po ti e fitove, se pas ka rëndësi, kënga ishte, pse ike nga Shqipëria? Nëna ime më tha, të shkoj të shikoj vllajën tim në Itali, se ishte një nga këto refugjatët që ikën në fillim. Edhe... Nëna e kishte merak vllajën. Shumë, qante gjithmonë. Aman, tha vetëm se ti je shumë e njohur. Shkova me Moza Toskën. Se ishte problemi që duhet merrje vizë. Me mikeshën time, Moza Toskën, shkova në ambasadë. Ai ambasadori italian më kishte parë gjithmonë në këto mbrëmjet që bënte partia për Krishtlindje, i mblidhte të gjithë këto ambasadorët e këto. Edhe më mbante mend, i thash të lutem se nëna im, unë me një shami, me një palto, ishte ftohtë, janar, me 2-3 janar. Po ti e pas që vija, i filloi, më solli Fernet Branca, një espresso, si që kërkove ti. Edhe tha, mos ki merak, unë do ta marr Dashin në telefon. I bëri Dashit një telefon, Dashi ishte Dash Dervishi, ambasadori jonë në Romë. I tha të bësh gati guest room, që kanë një dhomë ata ku vinë diplomate, njerëz. Se isha dhe varfër, ku s'kisha bërë kur para. Sa lek ike nga Shqipëria? Sa kisha në xhep? S'kisha asnjë lek. Asnjë lek? Dhurate kisha. Shkova atje, më solli atë makinën diplomatike, as më kërkuan pasaporte kështu. Shkova ndonjë atje ke Dashi. Tani vjen një burrë grua nga New Yorku. Po. Që Dash Peza kishte ngrënë darkë dhe i kishte thënë që këngëtarja më e mirë për të kënduar është Parashevisi Marko. Ato donin që t'u arktonin, të hapnin muzikë. Në New York, po. Ishin nga Dibra e Maqedonisë, burrë e grua,
Erdhën dhe më blejnë një pashaport. I thash dashit, po a lejohet kjo? Si s'lejohet, tha, i ke parë refugjatët tonë, thash, si kanë ardhur këtu. Pashaporta ishte falso? Jo, ishte bler, ishte kalabreze. Po, italiane. Kisha të drejtë të ardhur në Amerikë si kalabreze. Si kalabreze, kantante, Victoria Marin. E mba ke më emrin. Victoria Marin. Po. Edhe shkova se nuk të morën vesh fare në Jo, se unë flisja italisht, dukesha si italiani, dukesha veshur bukur, edhe sa po dilja nga ambasada, se ndonjë në ambasadë. Dhe ule në New York, në cilin vit ke mbrit New York? 92. Fillim të Me 9 mars. 9 mars 1992, mbasi ndetet cakon Itali. Po. Ndenja tek vllai, lava, pastrova, fshiva, kishe shumë kavajs atje. U knaqa në fakt, po më mori dashin telefon, tha të vish urgjentisht se kanë ardhur të të marrin të këndosh. Se të duk New Yorku kur mbritëm? Kisha një shokim. Pse? Shive çfarë qyteti që është, kur kthen kohën dhe sheh, është i jashtëzakonshëm. Dia thosha pse është qielli kaq i lartë. Në Qielli kaq i lartë. Duket sikur ato ret na rrinë si kapele në kokë. Isha shumë e mërzitur, më duk sikur kisha shkuar në një botë tjetër, me siguri, ha? Dhe shokimi i parë kaloi shpejt, besoj. Po, shumë shpejt. Po pastaj çfarë fillove të bëje? Shqiptarët këtu më donin shumë, më gjën shumë ky me orkestrën e tij, Haxhi Maqellara, nga Dibra e Maqedonisë. Ai shkruante edhe këngë. Këtu kishin ardhur dhe artistë tjerë, Agim Kraj ka jetonte këtu. Po, Agimi kam shkuar në New Jersey, ishte me Valgete Hoxhën, me ansamblin e shtetit. Ai nuk shkoi me ansamblin në Tiranë, ndonjë, edhe u bashkuan bashkë, dhe tha hajde bëjmë muzikë bashkë, se as unë nuk do shkoj më në Tiranë. Fitojnë shumë në ato kohë? Shumë, na jepnin shumë. Për ne ishte një prallë se... Ka shumë para? Aq para. Po pse vendoset shkoja në Hollywood? Nuk vendosa të shkoja në Hollywood, u bë një mbrëmje shumë e madhe. Kam qenë aty në mbrëmje. Në Brooklyn, edhe Sten Dragoti ishte aty të gjithë. Ai e mori përsipër sepse... Po do shkoje për artiste apo për muzikë? Antoni Athanas edhe Arthur Athalajka, njëri prezantonte Nolin, kishte në amanet, se i kishte thënë Nolit kujdesesh për Shqipërinë e shqiptarët, dhe Arthur Athalajka kishte martuar një hungareze, më duket se ishte kushërir me Geraldinën. Me Geraldinën, po. Edhe ai ishte si... Arthur Athalajka ishte një personazh shumë interesant. Fantastik. Ishte njeriu që ka, patjetër, njeriu që ka dizenjuar Amexin, American Expressin, dizajnin e tij. Dhe i ka dhënë punën e parë Sten Dragoti. Arthur Athalajka i ka dhënë, ishte nga Gjirokastra me origjinë. Po edhe? Prandaj e thirrën Stenrin tek shtëpia e Arturit, edhe bëm një mbrëmje fantastike atje, dhe Stenri kem nga Bel Air, ku jetonte, që të merrte përsipër që unë të shkoja. Të shkoja në Hollywood, të bëja ato tranimet që duheshin, që të bëhesh aktore, këngëtare, siç bëhen të gjithë. Si ishte Hollywoodi kur shkove? Një mrekulli, sikur ishe në parajs. Nuk ishte të bënte me jetën e përditshme. Apo nuk deshe? U lodhe, u mërzite, tu duk? Jo, përkundrazi, nuk kam lënë asnjë ditë pa provuar. Se duhet provosh. Patjetër. Edhe u martova me Robertin shumë shpejt, edhe më shkoja interesi, frymëzimi, nuk e kisha më që të shkoja. Do të thënë martesa të tërhoqi nga karriera të çoj brenda familjes më shumë. Më çoj më shumë brenda familjes sepse doja më shumë këngën. Fillova të shkruaja këngë me Robertin, edhe punoja me shumë singer-songwriters. Në atë kohë erdhët dhe në Shqipëri, apo ja? Po, erdhëm, bëm një album, 2001 mos gaboj të qeni fundit? Jo, ishte... Apo 99-ta? 97. 97-ën. Ishte vizita e fundit që ke bërë në Shqipëri? Që këndova në festival. Nuk e ardhur më që nga e ko? Jo, erdha, babai më ndroi jetë,
Kështu që erdha me Robertin për të përcjell babaj. për përcjell babaj. E mban mend cili vit ka qenë? 2004. 2004. Po. Domethënë kjo është hera fundit që ke qenë në Shqipëri, para 21 vitesh. Po. Edhe nuk e kthyer më, nuk di më gjë fare çfarë. Jo, fare. Edhe nga që u martova me Robertin edhe kisha gjithë shoqërinë e kisha të huaj, edhe gjithmonë komunikoj edhe mendoj anglisht. Po pse vendose ti ikje nga Hollywoodi dhe të kthehesh në New York? Nuk ika nga Hollywoodi, mbas kësaj 9/11 që ndodhi kjo. Po kullat binjake. Edhe unë vendosa me Robertin që të vinim në New York, sepse këtu kam bazë, kam si që quajnë këto marketing, you know? Se janë me qindra shqiptar që mund të bëja koncerte, mund të bëja incizime. Ishte më lehtë për mua të rria këtu që të kishe më shumë mundësi të bëja incizimet se sa të rria në Hollywood. Pse u prish marrëdhënia me Robertin? Së shprishur as pak, ne vetëm si thonë në anglisht, we are separate. U ndat, u divorcuat? Jo, nuk kemi divorcuar. Jo. Thjesht u ndat. God forbid. Unë jam akoma ka vajsen. Baba im thosht, mos ju ndaj kismetit parë. Mos ju ndaj kismetit parë. Edhe unë kam një histori shumë të bukur tradicionale me Robertin që i thash të kërkosh dorën time për martes tek babai im në telefon që të martoheni. But you are modern, you are the Barbra Streisand of Albania, what are you talking about? I thash ja kam premtuar babës dhe nënës se jam vajze vetme edhe jam rritur me shumë tradita. Që Roberti e mori babën në telefon? Po, jo vetëm atë, po para se ta merrte babën në telefon, shkruajti në letër, jam djali i Joseph edhe Elisabeta Nofi, kam masters në LSU për business, kam një vlla, Dominic Joseph Jr., kam këtë, kam bërë këtë, dhe do kujdesem për vajzën tënde derisa të vdes. Kështu që i shkoj babait letra? Po, jo, i shkoj letrat, i shkuan më vonë në anglisht, përkthyer nga komshia ime, vajza Agron Gjungës. Pastaj mbasi mbaroi letrat, i bëm një telefon. Edhe i kisha me 2 linja, me speakerphone, edhe ai fliste, unë ja përktheja. E baba im tha, tani të vdes rehat, tha. Se që nga serios, se ai nuk e bëri për tradit që po donte të kujdesesh për mua, se tha, mund të të gënjejnë atje se ti je shumë naive. Do më thëmë, babai kishe merak dhe kur ti kishe kaluar 30 atë po. Jo, po të jetë serios njeriu, do të më pyesi mua, s'ka qartë më qifet, ha? Po nuk është serios, ka merak se mos të lëri në rrugë. Edhe kështu që jam martuar me adetet edhe amerikane. Kavajse. Edhe të Amerikës dhe të kavajs. Jo, kavajse jam unë, po adetet i kishe Roberti. A i do ulesh në gjunjë, më dha unazën e diamantit, si që kanë këto amerikanët. Will you marry me? And you have to say yes. Të gjitha. Po metoda kavajse si ishte, kjo me letrën babait. Në kavajën e kemi, jo me letrën, në kavajën e kemi kështu. Të dhonë zoti men, sa me lidhu shkurin, e tjetrën ta japi fat. E unë isha me fat. E kjo është një unike. është unike. Po, edhe është e vërtet? Është shumë e vërtet. Edhe kjo është e vërtet, patjetër. Dhe pastaj, kur shkëpute që fillove të bëj jetën tënde? Jam shkëputur fare, është një... Prandaj të kërkova falje, gjë parë që u bë, të kërkova falje se unë nuk jetoj si këto këngëtarët e mdhaja, unë kur s'kam jetuar, unë gjithmonë live, shi, pastroj, gatuaj, lexoj, kam pasion shumë të madh ndaj poezisë, ndërkombëtare, përkthime të ndryshme. Po pse jetoje për jashtë? Ishte zgjedhja jote? Po, çdo natë, siç të thash, vinin, më thoshin, po të lutem, hajde brenda në shelter. Jo, i thashim. Për sa vjet jetove ashtu, parashikoj? Vetëm mbas Covidit. Mbas Covidit, mbas 2019-20-s. 4 vjet. 4 vjet. Ku jetoje para shumë?
Më shumë aty në Times Square, se nuk mbyllesh kur, edhe si që tash kisha të 365 ditë të vitit rria aty për jashtë. Absolutisht. Ndonjëherë shkoja lëvizja lart e poshtë, shkoja kur ishte shumë vap, vija këtu në river. Po, sepse është më fresk këtu. E pastaj natën shkoja prapa atje se ishte gjithmonë plot me njerëz nga Ishte vend më gjithë bota. kishe frikë, kishe merak? Jo. S'kishe. Jo. Thjesht. Gjithmonë punoja në Në telefon. Po të qëlloj, më thej që shqiptar nuk qëlluan asnjëherë të vinë? Asnjëherë s'kam parë asnjë shqiptar. Se dolën shumë shqiptarë. Vetëm Gzimnikën me gruan e tij që u shqetësuan aq shumë sa që ata të gjetën dhe erdhën të morën dhe të kërkuan të shkojnë në shtëpinë e tyre. Po pse nuk shkove? Po i thash, unë kam studiuar gjithë të kohë, kam harruar. Ai Gzimnika thosht, po fol shqip bre, fol shqip, se unë flisja anglisht. Unë më fal, Gzimi, thash, kam shumë vite pa folur shqip, edhe kam studiuar gjithë të kohë. Edhe kisha një shtëpi shumë të bukur me miq nga Izraeli, që kisha shumë kohë që studioja. Jo, atje isha unë, po mbas Covidit i thash të lutem duhet shkoj në Supreme Court që të gjej adresën e Robertit dhe Çunit, sepse ne kishim ndruar shtëpi. Me djalin s'kisha asnjë kontakt? Jo, absolutisht, se kishte Roberti. Po, edhe? Nuk kishte asnjë gjë zyrtare midis meje dhe Robertit. Ne vetëm që ishim shkëputur nga njëri tjetri. Nuk kishte as divorc zyrtar, asgjë. We were arranged, sort of, që unë shkoja të studioja në Brooklyn gjithë këto vite, edhe kam si shtëpi atje. Po unë dola në rrugë këto 4 vjet mbas Covidit, sepse s'kishte njëri të gjallë në New York, ishte bosh. E mua më duk sikur mbaroje, gjithë bota mbaroje, se nuk kishte as një kontakt. Ndërkohë, në kohën që ishe në Brooklyn, ke studiuar the Kuranin, Biblën, Ungjillin... Të gjithë këto librat e... Fetar. The Book of Solomon, The Book of Esther, The Book of Ruth, The 5 Books of Moses. Po? So... Se s'kisha gjë tjetër çfarë të bëja. I lexoje aty? Po të gjitha. Po i diskutoje me njerëz? Po, shkonim, mbanim siç kanë këto ritualet çdo të premte në darkë, duhet këndoje këto këngët për engjëjt, për mbretëreshën, Sabbath, gjithë këto tradita. Gjë e mrekullueshme që kam përjetuar atje ishte që kur nuk i jepje dorën burrit, burri me gruan nuk preken. Pse? Është ndaluar. Kjo është hebraike, si traditë. Janë shumë të vjetër, këto janë ortodoks. Po, ortodoks hebraik, po? Po, këto jetonin shumë jetë të shenjë, kur ti nuk e të drejtë të ulesh me burr, të prekesh me burr, ta shikosh në sy, ose të flasësh të bësh muhabet me burr. Po, për... Është turp. Edhe sidomos gruaja nuk duhet të këndojë kurrë. Është një gjë shumë fisnike. Po për para si bëje, për të ardhura? Po, kisha gjithçka për të ngrënë, për të pirë, për të ndonjë S'të duheshin lekë, domethënë. Asgjë s'më duhesh. Po kur dole për jashtë, si bëje për ushqim? Po, çdo njeri që të shikon që ulesh, të gjithë të jepnin para, edhe sikur mos kërkoje, të jepnin para, më sillnin ushqime nga më të ndryshmet. Po hyje në restorant, haje në kafe apo jo? Jo. Për jashtë. Ti sillnin, ishin një grup nga këto muslimanët që çdo orën 7, se kishte edhe turq, kishte plot njerëz që çdo orën 7 sillnin ushqim për gjithë ju që ishit. Për të gjithë ne, edhe ishte halal, edhe ishte me oriz, me pilaf, me mish. Pra për ushqimin ishte në rregull. Po, çdo gjë. Po jo, edhe sot e kësaj dite të tregoj unë qendrat që janë për të ushqyer, për të fjetur, për të studiuar, për punë, për çfarë të duash falas ti. Me familjen i kishe humbur kontaktet fare? Jo, vllai im ishte këtu nga Italia herën e fundit, edhe i thash që mos keni merak, nuk i bëj dot telefon se do të vazhdoj këto studimet që fillova. Edhe nuk e kishin dhe ata merak sepse e dini që ti kishe jetën tënde. Po nuk kishe kontakte gjatë gjithë këtyre viteve. Fare? Jo. Po për Shqipërinë, merje vesh në i lajmë në i gjë, apo s'hiq? Shumë pak. Po njerëzit që kishe njohur në Amerikë, shqiptarët e Amerikës,
që të pritën aq shumë, që të përcollën, që të bën. Absolutisht. Asnjë kontakt. Po sepse, siç e thash, unë jetoja me Robertin gjithë këto vite dhe nuk flisja shqip, i kisha prerë marrëdhëniet jo për keq, po sepse isha e dedikuar nga jeta ime e re, që jam e martuar me një Amerikan, po të isha martuar me një shqiptar, do ishte skandaloze. Të gjithë do vinin dhe thoshë, çfarë ka ajo, ku është? Po nga që unë martova me Robertin gjithë këto vite, miqtë mi më të ngushtë, që i kam pasur, të gjithë kanë qenë Jewish. Po, hebre. Po, edhe kudo që shkoja, gjithmonë kur se kam menduar që jam shqiptare. Ju thoshe që ke qenë këngëtare? Po e dinin, pse? Po, ato shikonin këngët e mia që kam bërë me Pali Kuken. Në YouTube? Po, ato çuditeshin. Pse çuditeshin? Nga thjeshtësia ime, nga përkushtrimi im. Sepse nuk mund të thuash jo kur një njeri të pyet të studiosh një libër të Zotit, më kupton? Ke pasur këto 4 vjet që jetove jashtë probleme, shqetësime? Kur? Kur? Unë s'kam marrë kur një aspirinë në jetën time. Po kur të erdhi Gzim Nika me Angjelinën dhe deshën të të marrin shtëpinë e tyre, pse s'pranove të shkoje? Po pse ta lija atë shtëpi në Brooklyn edhe të shkoja ke shtëpia e Gzimit? Unë isha kaq kohë aty, studioja kaq kohë, ato më donin si sytë e ballit. Unë erdha Kastile, bëra sepse të thash që mbas Covidit më duk sikur boshatis New Yorku s'kishte njeri të gjallë. Edhe mbasi mbaroi Covidi, kur ishte ftohtë, për si bëri? Kishte blankets, na vinin kudo që ishin, na vinin me buke, me gjelle, me para, na jepnin. Po ishte vështirë të jetosh 4 vjet për jashtë? Shumë e vështirë, po unë, it's an expression, I've been there, I've done that. Unë kam qenë, më merrte Stendragoti në Plaza Hotel, Jim Belushi, e kam jetuar atë jetën fantastike me gjithë të mirat, kështu që nuk e kisha peng. Kjo ishte një gjë. Pra ti ishe mësuar me atje, ishte normale dhe kjo ishte. Ato mund ta bëja me një telefonat, edhe sikur të merja ty thosha, Blendi, ti më dukesh si People Baudo e Shqipërisë, ti e bërë milioner, ngjet një makinë kaq fantastik. Të lutem, më ndihmon, mund të më çosh $1.000 se jam. Po nuk ishte diskutim, jo, unë. Jo, po do ta bëja, apo jo. E kemi kaq shpirt. Po ti s'kishe nevojë fare për këtë gjë? Jo, absolutisht, asnjëherë, as jam abuzuar, disrespektuar, as kam bërë droga. Droga s'ke bërë kur? As në kohën kur merreshe me muzikë? Jo, absolutisht. Po nga kjo jeta e Hollywoodit, bashkë me Robertin, muzikën, te kjo jeta për jashtë, kishe ndryshim madh apo ti ndihesh komode njësoj? Jo, Amerika është si parajs, nuk ka, se një nga gjërat kryesore që kam mësuar, ishtë kur shkova në Rockefeller Center, kur isha këtu në fillim në New York, të mësoja gjuhën angleze. Edhe kisha një profesor, Arthur, dhe më tha, të mbash mend një sekret. Mos mendo shqip kur flet anglisht. Mësoj si fëmijë gjërat. Mendo anglisht, mos përkthe anglisht. Mos përkthe. E ne jemi lindur me natyrë tjetër, po gjua jonë shqiptare është gjua bazë e të gjithë gjuarave të botës. E çfarë studioje pasaj gjithsej kohë që të merresha me telefonin? Vazhdimisht duhet mbash atë jetën hebreke, që është aq kështu sa që edhe këto nuns, how do you say nuns në Shqip? As këto shenjtoret nuk jetojnë aq me rregulla fantastike. Strikte, domethënë fare. Jo, nuk ishin strikte, është nder për mua që isha ata kur të huaj jashtë, nuk jetonin kur. Se këto kanë rregulla çdo gjë, dhe piruni dhe luga, dhe pjata dhe sinku, edhe uji kur përdoret çdo gjë. Duhet i mësoja të gjithë këto ligjet e vjetra. Ka njerëz që të kanë bërë keq në jetë për shqipi? Kur, asnjëri. Kaq pozitive e bërë, se askënd nuk e vendosni. Jo, të them ja. Çdo gjë ka qenë vendimi yti. Absolutisht. E ke bërë vetë çdo gjë? Absolutisht. Po kur more vesh që në video jote në Channel 7 New York u bë publike edhe shqiptarët filluan të reagojnë, kur e more vesh? Kur erdhi Elvira që të gjeti? Eltoni.
Kur erdha këtu. Kur erdhe këtu? Po. O Elvira, si të takoj? Unë për herë të parë edhe sot, kur më bëri kjo Make-up. të lutem shikohu se, unë jam mësuar gjithmonë në televizion e kështu ashtu. Jo, i thash, jam në rregull, mezi po pres shikoj Blendin, i thash. Edhe Eltoni, nuk bëhem gati se do bëhem, Jo, e kuptoj, është filozofia edhe. Dhe kur erdhe këtu ke Eltoni, ti e kuptove që ishte bërnami në Shqipëri? Po, mua më erdhi aq keq sa që të kërkova ndjes në momentin që të pash, se më erdhi shumë keq që u stresuan shqiptarët. Ty të erdhi keq që shqiptarët u stresuan? Po, se ne i marrim gjërat shumë me shpirt. Ndërkohë që ti e kishe zgjedhjet tënden. Edhe ajo jeta aq e mbyllur që kemi pasur, s'ka qenë e varfër. Për mua, unë kam qenë me fat që jam rritur e lindur në Kavaj me shumë tradita. Nëna dhe baba im fillonte dita, mbaronte dita, vetëm Zotin banin në gojë. Po, me djalin, je takuar tani së fundmi? Po. Po të mungonte gjatë asaj kohe që jetoje? Jo shumë, sepse Roberti është shumë i dashur. Ne jemi burë e grua, mishe thua. Edhe është më mirë, ai më tha, please, just remember this. Everything that is good will end up good. Edhe shumë e qetë, kudo që kam qenë, se në Amerika është si shtëpi për mua, që kur ka lindur djali, Edhe nuk e quaj të nevojshme të stresoj shqiptarët për asnjë gjë. Kur e takove djalin, si do duk? Isha shumë e qetë, shumë e lumtur. Nuk isha në një angth të madh. Angth ose kështu. Gjithmonë në shpirt e dija që Roberti do kujdesesh për të. Dhe ishte kujdesur mirë? Absolutisht. Shumë mirë. Ato janë shumë të ngjashëm. Me njëri tjetrin. Mua më vjen keq që nuk kam qenë tu gatuaj, se jam mirë. Gatuaj mirë. Që gatuan? Shkëlqysh. Byrek ditë bësh? Byrek, baklava. Ja, i hap vetë petët? Qofte. Çfarë bëra për ty unë? Tap Qofte, me tap kosi. kosi, të gjitha i bëj. I bën gjitha këto? Absolutisht. Po pse s'tua ti të na kishe bërë një byrek sot? Po Erdhëm që jo, kemi një tani. byrek? Jo, tani. E kemi të bërë byrekun. E kemi byrekun, po mirë, përse pa byrek shqiptarët i e di, për byrek. Po ne po trajtojmë si një princ shqiptar sot. Princi shqiptar me byrek na. Eltoni, jo, po byrek shkon kur shkosh në Tiranë, ta bëj gruaja. Pashqiri, po. Po ne kemi vendosur të të shojmë aty ku më ka pagzuar ky një ditëlindje me 15 dhjetor. Që e gjetëm. Atë ditë që të gjeti, po. Që vetëm milionerët shkojnë hajnë, duhet kesh një avokat që të bëj rezervime të shkosh tash atje. Si ishte from the street to the I stars? thashun, how do you feel, më tha mua. I thashun, from the streets, a i sa po më mori në stacion trenit, to the stars, më vesh me pelliqe, From the street to the stars. Yes. Po momentin e parë që ti gjeti Elvira dhe pastaj erdhi Eltoni, ti si reagove? Me shumë dashuri. Isha aq e lumtur dhe tha, hajde, meru, bëu gati kështu ashtu. Po, i thash, ja tani. Po pash që edhe Erion Mustafarajt kishte takuar disa herë. Ai erdhi, kishte gjithë natën me një 2-3 shokët e tij që po më kërkonin. Kishin gjithë natën që të kërkonin se kishin pa videon, po? E nga ora 4:30 e mëngjesit, më gjeti. E u përqafova se kam qenë në shkolla, edhe nga jo vetëm aq, po kam ngrënë bukë me Natashën, nënën e tij. E ndonjë disa muaj atje në Boston, Massachusetts. Edhe kam si vlla Erionin, gjithmonë i tregoj, siç i them Eltonit në njërë, mbaj veten zotni. Kështu që e takove Eltoni filloi të qante, tha, po si tha ti, tha, më e bukur në botë. I ka thëndisur kështu me batanije me kështu. Erioni, filloi të qante? Po. I thashun, hajde të pim një kafe, i thash, ta mbledhim shpirtin, s'kam gjë, i thashun, shumë mirë jam. Shkuam pim një kafe, i thash, do të më qosh ke ajo Penn Station, te stacioni, se i kam dhënë fjalën Elvirës, një grua zonjë nga Tirana, i thash, me nënën e saj, me vajzën e saj, duan të më marrin. Të lutem, i thash, mos ma merr për keq. Po nuk erdhi ajo, tha, do rish këtu, tha, do presesh që të vitë të marrun, të t'jap fjallën.
Do më thënë, njerëzit Shqipëri e perceptuan si kur ti s'kishe çfarë të bëje dhe ishe në hall. Ti thua që ishte zgjedhje jotja kjo. Po. Po Eltoni, pse të bindi që ti ke Ku? nga jeta që bëje aty dhe të shkoje në shtëpi? Si më bindi? Ai më mori në krasë një... Të mori hopa? Absolutisht. Ai ishte, unë I thash të lutem të më falësh që s'të përqafoj se jam me rroba që flenë në rrugë, I thash. Oh, you stink love, si që është ky poetik, ti mbanera dashuri, tha, që është kjo, tha. E më mori vërtet në krah, më tha, hajde, më vuri në një hotel me 5 yje, fillova u bëra gati për dinner, From the street to the stars, po? Po. Edhe të ndryshoj jeta në një farë mënyre. Pa dyshim, ishte sikur e kishte sjell Zoti si një engjëll, që të kujdesesh për mua e të... Po për Shqipërinë të merr malli. Po, it's a saying, mund të nxjerrësh një njeri nga Shqipëria, po si nxjerr dot Shqipërinë nga brenda. Jo, kjo është e vërtet. Shqipëria nuk del dot nga zemra, edhe po të jetosh gjithë jetën, do vish në Shqipëri? Kismet Zotit, inshallah. Kismet Zotit, inshallah, fiksi ka vajse e përgjigjur. Inshallah, kismet Zotit. Po muzikën shqiptare e dëgjon më? Kam dëgjuar gjithë këto Brezi I ri është një mrekulli. E ke dëgjuar Brezin e ri? Po. Të pëlqej? Eltoni mi ka luajtur të gjitha se kam ndonjur këtu. Dhe si t'janë dukur? Që të rikoperohesha, edhe më duket një mrekulli. Të duket që ka nivel të mirë, Po. Edhe janë modern në muzikë? Absolutisht. Ishim të kjo e Fadil Berishës, të gjithë këto fotomodelet e të gjithë këto këngëtarët e mdhaja, shqiptare të reja. Se unë s'kam pasur kohë që ti dëgjoj, po më vonë. Po muzikën popullore? Gjithmonë I them një gotë raki edhe... Edhe në qikë muzikë. Ja gotë në raki se kemi. Çfarë këngë për shembull do më këndoje tani? Këngë? Po, të muzikës popullore. Po, kërkesat duhet bëhet nga ty. Jo, ti do ta zgjedhësh atë këngë që ty vërtet ta ngroh shpirtin. Po mirë ta pim një herë. Ti ktheje, patjetër. Gëzuar. Duhet ta zgjedhësh ti. Zgjidhe ti, se unë zgjidhe këngën që të pëlqen më shumë. Jo, se edhe... Këngën që ke kënduar të parën popullore në jetën tënde. Këngë parë popullore. Ta këndova. Ma këndodhi njerë të plot tani, që da kemi. Po më re zemra, si valëdeti, qysh duron, zemër, qysh duron, dhe me gojës më flet. Marra këtu bon në mi goce, du me të pa me sy. Po vi qark si zog skifteri, me u taku me ty. Po vi qark si zog skifteri, me u taku me ty. Të skuq faqa, por si pjeshka, si në si ulli. Nuk duroj sa të vi vjeshta me të pa me sy. Sa e bukur që është, kjo është fantastike. Po këngën e Piroçakos, du ma këndosh në qik, me që në Shqipëri ti identifikojnë shumë me atë këngë. E bukur është shumë. Është e jashtëzakonshme. Të gjitha doj duroja, aq të bukur ti shikoja, dhe fëmijët në gjithë globin anë mban. Të gjitha doj duroja, aq të lumtur ti shikoja, dhe fëmijët në gjithë globin anë mban. Mos ja u prishni lumturin, mos ja u prekni dashurin, as kërkush mos ta provoj, se nënat su lejojnë. Fjalla nën kudo në bot, zgjon në zemër dashuri, mirë mëngjes jetës I thot, se nëna lin njerin.
Kjo dorë që tu ndi djepin, gjithë botën e gëzon. Pas ke ndryshuar fare me zërin, fare. Jo, është e jashtëzakonshme. Po edhe fjalët i mban mend gjitha. Po, të gjithë këngët. Patjetër. Më bëri shumë përshtypje kujtesa, emrat i kujton të gjithë. Me saktësi. Absolutisht. Të gjitha. Po një koncert të na japësh në Shqipëri. Inshallah. Kismet zoti. Inshallah dhe kismet. Atëherë do bëhemi gati për darkë? Patjetër. Të shkojmë për darkë tani me Parashivin aty ku mor nga rruga për në qiell, siç tha. From the streets to the stars. Yes. But you are our star tonight. You will be always the star. Jam shumë krenare për të gjithë arritjet e tua. Të kemi ndjekur, të uroj suksese me familjen. Shumë faleminderit. Më tha Eltoni që dhe më kishte shkruar në rrjetet sociale, po jo të gjitha arrit i shoh. Unë të kam ndjekur. Shumë faleminderit. Gjithë të kohë, sidomos nga Eltoni. Shumë faleminderit. E një falënderim shumë të madh që ju kam shqetësuar vërtet, se e pash edhe ti u emocionove shumë. Jo, shiko, për çdo njeri që ti e nje, e ke parë, ti nuk e di se në çfarë rrethana ka ndodhur gjëja, cilat kanë qenë kushtet që e kanë detyruar të bëjë. Për sa kohë ti më sqarove dhe Eltoni më sqaroi që ishte një zgjedhje jotja, unë respektoj zgjedhjen e gjithkujt. Nëse do ishte një gjë ku njeriu shkon nga nevoja, nuk do kishte sens dhe të gjithë atyre që më kontaktuan ju thash, kjo është zgjedhje e saj, nuk është një gjë që kam britur në këtë pikë. Po një mesazh të fundit për shqiptarët, do më thuash? Shife aty dhe ma thuaj direkt. Oh my God, më vure në një pozitë shumë mund të jem gabim, po nga modestia, unë do ta lë ty të bësh një program çfarë të duash, të thuash çfarë të duash. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit.